Zëdhënësi i policisë Togeri Shaqir Bityqi njofton se sot më datën 12 nëntor 2025, rreth orës 11:25 në fshatin Doper Dolan në magjistralen që lidh Suharekën me Raovesin, është raportuar për një aksident trafiku ku kanë qenë të përfshirë një automjet dhe një kamion. Si pasojë e këtij aksidenti, drejtuesi i automjetit mashkull fatkeqësisht ka humbur jetën në vend të ngjarje, ndërsa bashkëshortja e tij, e cila ishte pasagjere në automjet, ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit. Menjëherë pas raportimit të rastit në vend të ngjarje, kanë dalur njësitet policore përkatëse, të cilat dhe kanë siguruar perimetrin, kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore dhe janë duke punuar për të sqaruar të gjitha rrethanat që kanë quar deri tek ndodhja e aksidentit. Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat e komunikacionit me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ruajtjes së jetës së qytetarëve, bën të ditur zëdhënësi Togeri Shaqir Bityqi.